Tutra, e ke mendu ndonjëherë me realizu leximet e poezive tua, për shembull me i publiku të lexuara, po te duke i lexuar, se edhe ke një ngjyrë zani të këndshme, edhe përjetimi jot është ndryshe prej neve. Nuk dhes sar. Pse po thu? Se nuk dhes kvaliteti. Hajde e provojmë. A është një ftesë publike? Okej, e provojmë. Në datë 16 sar kam një aktivitet poezisë që po bëj shfrytëzoj rastin tash edhe me i me 16 të këtij muaji. Me 16 të këtij muaji, prej orës 16 dite. Kena me shkruaj recetën e faljes. Recetën e faljes. Sepse çdo gjë është e hapur, mund vinë njerëz. Është e hapur, është pa pagesë, mund vinë, është Bagolina Concept Store, në lagjen Lakrish, nëse s'gaboj. Okej, se janë 3. Jo ajo në aktash, po kjo këtu poshtë. Këtu poshtë. Pedeni, jo. Ma në rafsh. Dhe është e hapur për të tonë ata që kanë dëshirë dhe me marrë pjesë në workshop, po dhe me dëgju këtë naltë madhnin. Valoj, na femnat pas këm nevoj marrë me dëgju këtë recetën e faljes. Kështu që, hajde. Po, do vi, pa tjetër do vi.